Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve ka reaguar fuqishëm kundër projektligjit të paraqitur në Kuvend për ndryshime në ligjin numër 96, fraksion 2016, që rregullon statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Sipas shoqatës, ndryshimet e propozuara dëmtojnë pavarësinë e gjyqësorit dhe tentojnë të uzurpojnë pushtetin që kushtetuta i ka dhënë Këshillit të Lartë Gjyqësor për emërimin e kryetarëve të gjykatave. Shoqata shpreh shqetësim të veçantë për nenin 12 të projektligjit, i cili synon të shtojë nenin 170 fraksion 3 në ligjin për statusin e magjistratëve. Nëpërmjet këtij neni, kryetarët e gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, si në jurisdiksionin e përgjithshëm, ashtu edhe në atë administrativ, do të konfirmohen në postet e tyre deri më 31 dhjetor 2028, duke shmangur çdo garë për pozicione drejtuese. Shoqata thekson se një dispozitë e tillë është jo vetëm e panevojshme, por edhe në kundërshtim me parimet kushtetuese të ndarjes së pushteteve dhe pavarësisë së gjyqësorit. Ajo vëren se për një periudhë gati 6 vjeçare, gjykata e shkallës së parë dhe apelit janë drejtuar nga zëvendës kryetarët, të cilët kanë ushtruar funksionet e kryetarëve në detyrë. Kjo tregon se nuk ka asnjë nevojë reale për ndërhyrje nga Kuvendi, dhe çdo vendim i tillë mund të minojë arritjet e deritanishme të reformës në drejtësi. Shoqata gjithashtu thekson se projektligji shihet vetëm në jurisdiksionin e përgjithshëm dhe atë administrativ, duke përjashtuar gjykatat e posaçme, një tjetër element që tregon për mungesë të një qasjeje të balancuar dhe të drejtë. Për më tepër, KLG-ja tashmë ka miratuar aktin normativ për procedurën e zgjedhjes së kryetarëve të gjykatave, i cili ka hyrë në fuqi më 1 janar 2026 dhe do të ketë efekt shumë shpejt, duke mundësuar një garë të rregullt dhe të ligjshme për poste drejtuese. Shoqata kujton precedentët ligjor, duke përmendur vendimin numër 34 të gjykatës kushtetuese të datës 10 prill 2017, ku një dispozitë ngjashme ad personam për ndërprerjen e mandatit të kryetarëve të gjykatave u shfuqizua. Kjo tregon qartë se çdo tentativë për të miratuar norma që favorizojnë individ të caktuar është përballur me dështim juridik dhe shkelje të parimeve kushtetuese. Në këtë kontekst, shoqata i bën thirrje Kuvendit të Republikës së Shqipërisë që të respektojë standardet e shtetit të së drejtës, të mos dëmtojë arritjet e reformës në drejtësi dhe të mos cënojë organet e reja të qeverisjes së pushtetit gjyqësor. Ajo gjithashtu thekson gatishmërinë e saj për dialog dhe bashkëpunim në përmirësimin e kuadrit ligjor, duke ofruar kontribut për çdo ndryshim që fuqizon pavarësinë e gjyqësorit dhe respektimin e parimeve kushtetuese. Ky reagim vjen në një moment kyç për sistemin e drejtësisë në Shqipëri, ku respektimi i procedurave ligjore dhe i standardeve kushtetuese konsiderohet i domosdoshëm për funksionimin e drejtësisë dhe për besimin e qytetarëve në gjyqësor. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve kërkon që çdo vendim i ardhshëm të marrë në konsiderat jurisprudencën e gjykatës kushtetuese dhe të sigurojë një garë të drejtë dhe transparente për postet drejtuese të gjykatave, duke mbrojtur kështu pavarësinë dhe integritetin e pushtetit gjyqësor në vend.